flas vetëm anglisht, flas edhe gjuhë tjetër të huaj, po më mirë se shqipe nuk flas asnjë gjuhë. Edhe flas shqip, flas troç, kam fol gjithmonë si duhet për Shqipërinë dhe me Shqipërinë dhe është e vërtet që ajo detyrë është nder i madh, po çdo detyrë këtu në kuvendin e Shqipërisë është po ashtu nder i madh. Kështu që jam e qartë, jam e qetë, e vetmja gjë për cilën më vjen keq është që largimin e paralajmëroi Sali Berisha në sallën e kuvendit dhe jo ndonjë tjetër. Vetëm për këtë jam e habitur që i doli fjala, për asgjë tjetër. Zonja Tabaku. Okej, atëherë zoti Sali Berisha ka fjalën. Eliza, je viktima më e parëndësishme e lubisë dhe më e merituara në një kohë kur syt e shqiptarëve drejtoshin drejt asaj sikur ti ishte korbe e zezë, në fakt aty afër është, ti na vije si nuse këtu, e veshur me të bardha, me të gjitha aksesoret, po pse qa kujton ti se barhan të lubia? Ndaj dhe se ke nga Sali Berisha, jo, e ke nga vetja jote, se jo që se mbroje, po për kudrazi, gëzoheshe se tani do bërëshe ti zëvëndës kryeministre, nuk ta priste mendja se ishte kjo tjetra, kloni lubis, ja ku e ke klonin, e ti ke probleme të mëdha në shkenca, kjo është kloni, ndaj dhe nuk e ke nga Sali Berisha atë, se për Sali Berishën, Edi Rama të lartëson të një loj si këte, si të lartësoj këte klonin e lubis, po e ke nga vetja jote, se more përpjet ti këtani, iku lubia, theja, edhe të gjithë këta shifri, unë do jem lubia ju, ju thoshte kjo, edhe këta, të dhanë atë që meritove. Zonja Spiropali për replikë. Si shte replike është e procedurë, një minutë, të lutem. Zoti Berisha, ju lutem të gjoni, ka mundësi të gjoni? Zoti Berisha e mori fjalën për procedurë dhe ishte regjistruar procedurë dhe kishte 3 minuta fjalën. Fjala ishte 3 minuta për zotin Berisha. Okej, Zonja Spiropali, replikë. Inderuar kryetar, replika ishte me deputetin Belind Këlliçi dhe jo me deputetin Sali Berisha që nuk lë radhë këtu për t'ju marrë fjalën deputetëve të tij. Ishte për Belind Këlliçin, kështu që unë tani replikën e kam me Sali Berishën dhe nuk e dia, po sigurisht shkakton një lloj emocioni caktuar që do kthehem të bëj replika me Sali Berishën. Të gjithë e kanë nga vetja, Sali. Asnjë nuk e ka nga të tjerët, të gjithë nga vetja e kanë. Unë nga vetja, ti nga vetja, të gjithë nga vetja, dhe për veten vetëm mbajmë përgjegjësi mbi këtë dhe. Kështu që ta bëjmë analizën, të shohim se ku jemi e ku ishim dhe të shohim edhe për të ardhmen. Por nëse ti bën analizën e vetës të tjerëve, që sigurisht ti s'ke asnjë përgjegjësi se ti nuk lëviz dot më një gur, jo të lëvizësh njerëz nga qeveria apo vetë qeverinë, por vetja është ajo që na sjell ku jemi dhe vetëm për veten mbajmë përgjegjësi. Për të tjerat mbajnë përgjegjësi ata që i bëjnë. Faleminderit. Faleminderit. Jo s'ka mi replik zoti Berisha. Zonja Vokshi. Zonja Albana Vokshi, për procedurë kemi kuar fjallën. Po pra merren në fjallën. E ka doktori për procedurë para meje. Zoti Berisha e mori fjallën për procedurë. Zoti Berisha e kërkoi për procedurë para meje. Kjo që dëgjuam ishte replika e zonjës Spiropali mbi fjallën për procedurë të zotit Berisha. Tani doni fjallën për procedurë?
Jepja zotit, e kërkoj para meje për procedurë. Zonja Josefina Topalli, për procedurë. Po e ka marrë, pra e mori fjalën procedurë, foli për procedurë. E mori për replikë, o zotëri. Unë e caktoj si pas kërkesës së deputetit. Po jo, pra jo ishte Deputeti replikë. Berisha kishte kërkuar fjalën për procedurë, kur erdhi radha procedurë, mori fjalën si pas radhës. Të lutem, zoti Noka. Zonja Topalli, shumë faleminderit. Më skuqe. Po. Zoti Strazimiri. Zoti Gen Strazimiri. Ore, fare minut, ke një listë me ca emra para Atë me. listën po ndjek. Po jo mos po ndjek atë listë, kam 6 veta para mor burr. Ç'a listë ke ti, ç'a listë kam Zoti unë? Strazimiri, do ta marrësh fjalën? Ore, ndiq listën. Ndiq listën mos zotri. Do ta marrësh fjalën, e ke si. Ore, ke Sali Berisha, Klevis Balliu, Flamur Noga, Jorita Tabaku, Albana Vokshi, pastaj jam unë. Atëre, kalojmë tek njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend janë depozituar një kërkesë për interpelancë, 13 dekrete. Nuk e more fjalën zonja Vokshi, ta dash fjalën. Nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, titujt e nismave depozituara mund t'i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në faqen zyrtare të kuvendit. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar kërkesa me numër 979 fraksion 1, protokolli, datë 4/3/2026 të kryetarit grupit parlamentar Partisë Socialiste, për ndryshimin e rendit ditës së seancës sotme, datë 5/3/2026, ku kërkohet që të shtohet si pikë e parë në rendin e ditës votimi 13 dekreteve të Presidentit të Republikës së Shqipërisë për emërim dhe shkarkim zëvendës kryeministri dhe ministri. Në bazë të neneve 31.2 dhe 49.3 e rregullores kuvendit, propozuesi diskuton jo më shumë se 3 minuta dhe kanë të drejtë diskutojnë një folës pro dhe një folës kundër, jo më shumë se 2 minuta secili. Kush e do fjalën nga propozuesi? Zoti Balla, propozuesi. Zoti kryetari kuvendit, bazuar në nenin 31.2 dhe nenin 49 rregullores kuvendit, në frymën e kushtetutës se shqyrtimi dekreteve hyn me njëherë në seancë, më lejoni që në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste t'i falenderoj ministrat, antarët e Këshillit Ministrave të cilët largohen nga qeveria për punën e tyre të mirë dhe po ashtu t'i uroj suksese kolegëve të cilët hynë në qeveri ose ndryshojnë pozicionet në qeveri. Suksese, punë të mbarë për Shqipërinë 2030. Faleminderit, fjalën kundër, 2 minuta, zoti Bardhi. Për procedurë morët. Fjalën pro, 2 minuta. Atëherë hedhim në votim të hapur me kartona propozimin për një ndryshim të rendit ditës. Kush është pro? Se mori pra kundër. Pro. Kundër. Abstenim. 83 vota pro. Miratohet kërkesa. Vazhdojmë me rendin e ditës. Projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 97 datë 4/3/2026 për shkarkim zëvendës kryeministri dhe ministri. Projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 98 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Po jam në rendin e ditës. Kur të vi fjala aty? Kur të fillojmë? Të mbaroj një me rendin e ditës. Pika 3. Të mbaroj rendin e ditës, zoti Bardhi, ju lutem. Të mbaroj leximin e rendit ditës dhe merreni fjalën. Pika 3. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 99, datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 100, datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Pika 5.
projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 101, datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Pika 6, projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 102, datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Pika 7, projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 103, datë 4/3/2026 për emërim zëvendës kryeministri. Pika 8, projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 104, datë 4/3/2026 për emërim ministri. Pika 9, projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 105, datë 4/3/2026 për emërim ministri. Pika 10, projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 106, datë 4/3/2026 për emërim ministri. Pika 11, projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 107, 4/3/2026 për emërim ministri. Pika 12, projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 108, datë 4/3/2026 për emërim ministri. Pika 13, projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 109, datë 4/3/2026 për emërim ministri. Referuar praktikës parlamentare shumëvjeçare nga vitin 1999 deri tani, seancat plenare të cilat shqyrtojnë dekretet për shkarkim dhe emërim ministri zhvillohen pa debat. Ju lutem bëhuni gati për votim. Çfarë të? Për çfarë? Tani, se kush e ka shkaktuar, e shikojnë vetë qytetarët. Juve çfarë kërkoni? Po çfarë sjellje, më fal. Ja u dhash fjalën, nuk e morët. Kur unë vazhdo me rendin e ditës, kërkoni fjalën. Si drejtohet kjo punë kështu? Ju lutem bëhuni gati për votim. Hapet për procedurë, ulun vend dhe merr fjalën në procedurë. Të thash, ta kam dhënë fjalën në procedurë. Ulun vend dhe merr fjalën në procedurë, ta thash kur të mbaroj rendin e ditës. Po shko pra merr fjalën në procedurë. Si tani, jo, e morë fjalën në procedurë në fillim. Fole për procedurë. Fole për procedurë. Dhe të thash, tani të lutem, mos kalo në fyere personale, me mua personalisht mund të kesh çfarë duash, po jo këtu.